Dhe ideja është domethënë që thash pra, ajo marrja avash ka një truk, ka një metodë në këtë çmenduri të gjithën, domethënë është një metodë pak a shumë pra. Imagjino, domethënë ajo ritmi, ajo stimulimi, ajo ngritja e ritit, ngritja e amperit, pastaj domethënë me pozicione të ndryshme, duhet ta shikoni pra, dhe unë do flas edhe pak për pozicionet. Po kjo është ideja, merrni avash, jo shumë avash, por ndizni epshin duke stimuluar, pra duke pasur atë pikën që ajo e ka stimulante, këtë e keni studiuar, e keni parë pra, edhe vlerësoj ritmin e saj, pra shikoj e femrën se si përgjigjet ndaj një stimulimi dhe çfarë ritmi merr trupi i saj nga lëvizjet për këtë gjë, dhe atë vazhdoni. Dhe tjetra, shumë e rëndësishme për një femër se më pyesin gjithmonë faktikisht, mbaruat punë, fakti më mbrapa, domethënë. Zakonisht ka shumë dhe besoj që ne shqiptarët e kemi çika të që mbaruat punë, pastaj një kështu, okay, ktheheni nga ana tjetër, filloni gërhisni ato 5 minuta. Unë për shembull, si armit më pëlqen shumë kjo. Nuk dua ta anashkaloj këtë gjë, domethënë nuk më pëlqen ta anashkaloj këtë gjë mbas aktit seksual. Për shembull, dua të flas për çdo gjë në ato momente dhe për asgjë. Dhe zakonisht ose e mira fare është partneri im ka shumë dëshirë të haj mbas asaj gjë. Edhe të shash, ne kemi dhomat sipër, ai zbret, më thret, Armin, ke parasysh çfarë do? Çat haj, të vënë çik kështu, zakonisht kemi unë ambërsirat rilarg, i dashuroj, vdes, me ambërsira ma merr mendjen për çdo lloj gjë. Domethënë nëse do të më prishësh mendjen, me ambërsira ma prish mendjen, po mundohem të rilarg. Kështu që zakonisht për shembull kam qef shumë pite me djathtë, kaçkavall më pëlqen dhe për shembull dëgjoj Blendin për shembull që më thret, "Hey Armin, ke parasysh hajde se po bën një çik kështu." Dhe mua ajo më pëlqen, është gjëja më fantastike. Është domethënë për mua është shumë intimitet, është shumë kënaqësi dhe e bën seksin, atë eksperiencë që kam kaluar akoma dhe më të ngrohtë, akoma dhe më të pëlqyeshme. Megjithatë, ajo që dua ta theksojmë për meshkujt shqiptar, njihni atë anatomin e partneres tuaj, lokalizojeni klitorin, shikojeni ku është, si është, mund të jetë mbuluar, mund të jetë zbuluar, shikoni buzët, hapjen vaginale, ke parasysh buzët e vogla, buzët e mëdha dhe hapjen vaginale, si është, ku është, që të njiheni me të. Dhe nuk po e them se nuk e dini, po ky, në rast se nuk e keni këtë informacion ose e ignoroni këtë informacion, është shumë e vështirë për të gjetur stimulimet e duhura në momentin e duhur dhe prandaj ju merr kohë dhe prandaj nuk arrini dot ta sillni femrën në qef. Kështu që ke parasysh, unë e thash pra, e kam thënë dhe herë tjera, pas trurit për një femër, klitori është organi seksual, është organi me kënaqësinë pra që ka, si të thuash, që fokusohet kënaqësia seksuale e një femre, është më e rëndësishme për shtrurit dhe klitori. Kaq, në rast se nuk dini ta stimuloni këtë gjë, investoni të mësoni te kjo gjë pra. Dhe sigurisht për fantazit, ato fjalët e bukura, më the të thash, çfarë pëlqen, komunikimi, asnjëherë nuk duhet të ndërpritet pra komunikimi. Puthjet. Çdo akt seksual për mendimin tim duhet filloj me puthjet. Dhe sigurisht buzë stimulimi, po nuk është, puthjet janë për të gjithë trupin. Janë domethënë nga koka ke këmbët, nga lart poshtë, si të doni. Pra mënyra më e mirë për të treguar një eksitim dhe për të zgjuar eksitimin tek ju dhe tek partneri është me anë të puthjeve. Pra kjo është ideja, sepse ato stimulojnë dhe pjesë të tjera të trupit, pra dhe arrin që me anë të puthjes, me anë të puthjeve në çdo vend të trupit, femra arrin stimulohet dhe fillon gjenerohet pra lagështira natyrale e saj, lubrifikimi. Njomja. Kështu që seksi oral, meqense e keni merak shumë të madh, seksi oral është fantastik, për një femër është i jashtëzakonshëm. Jo, megjithatë duhet konsideruar që jo të gjitha femrat kanë dëshirë ta japin ose ta marrin. Kështu që në rastin në një lidhje të re, do ishte mirë që domethënë ta sillni si argument, pra në fazën e komunikimit ta sillni si argument. Po seksi oral tek femrat është jashtëzakonisht, domethënë tek mashkull për femër është jashtëzakonisht stimulues, është jashtëzakonisht i pëlqyeshëm, është komplet tjetër ndjenjë. Dhe këtu domethënë keni fatin e mirë që duke njohur anatomin, pra duke njohur pikat e nxehta, të performoni të shpalni repertorin tuaj. Kështu që nuk e shqipton organi gjinitale në gjuhën shqipe, artan unë
po i shqiptoj organet gjinitale në vagin, penis, si është gjua shqipe, sepse gjua letrare që unë flas, unë kështu jam mësuar në shkollë. Ti po thua slang rruge. Well, unë faktikisht kam emrat e mi për ata, kështu që janë dhe më qesharak një qik, kështu që preferoj që t'i referohem gjuhës letrare. Pra, seksi oral tek femrat jashtëzakonisht i pëlqyeshëm dhe këtu e keni pra të mundësim për të parë të gjitha llojet e reagimeve, këtu e keni atë mundësim një herë t'jema mos prezumoni që e dini një gjë. Në rast se nuk e dëgjoni nga goja e partneres tuaj, nuk e dini. Ju garantoj këtë gjë. Kështu që po këta nga vlerë do vish ta bëjmë leksion motra. Unë ande jam dhe po jap leksion, kështu që ju me qenë se e dëgjoni, unë ju falenderoj që e dëgjoni, kështu që merrni këtë dozë edhe bjerë në praktik. E gjithë historia e kësaj gjëje është si u ta praktikoni këtë gjë pra. Pra, unë këto desha që të referohesha për sa i përket këtyre trukeve të vogla, sepse më ka mbetur në mendje një mesazh që më shtën që vajza që më shkruajti nuk ishte arritur shumë herë të kënaqej plotësisht dhe mendonte që ishte faji i saj. Dhe më vjen shumë keq që e ndjente këtë gjë pra. Nuk besoj se është faji i saj, pra besoj që kjo është një gjë që bëhet në midis dy vetave. Kjo është ideja. Dhe ideja e kësaj është të më thënë që partneri i saj duhet të kushtoj pra vëmendje ke çfarë e ndes atë. Duhet të busti shumë para lojën, do të thënë të gjitha llojet e trikeve, duhet të shkojë avash kjo gjë dhe duhet ta çojë në qellin e 7 me figurën 8. Ajo figura 8 nuk është kot. Ma ka mësuar faktikisht edhe dikush që unë e kam shumë për zemër, ma ka mësuar në kërcim. Faktikisht kam pasur fatin të marr disa klasa kërcimi në Tiranë. Dhe profesori që kam pasur ishte i mrekullueshëm. Dhe rregulli i tij i 8-s funksionon edhe në seks. Ai gjithmonë më thoshte për shkakun që lëvizi hips në numrin 8. Domethënë kjo është ideja se si duhet të lëvizësh hips anash, po të njëjtën gjë ka të bëj edhe në seks. Edhe një femër kur e bën këtë lëvizje e çmend partnerin, po dhe një partner kur e fërkon femrën dhe lëviz në këtë farfeje, domethënë në rregullin e 8-s, në atë figurën e 8-s, ajo teknika është jashtëzakonisht efektive. Faleminderit Arsela. Faktikisht preferoj, e di që më dëgjojnë, e di që më komentojnë, megjithatë mua kjo më jep forcë, më jep megjithmonë forcë për ta vazhduar këtë gjë. Kështu që e vlerësoj, unë shikoj interesimin edhe një qoftë një nga fjalët që unë flas sot do ta merrni me vete dhe sot është e premte, pra unë them gjithmonë që keni shtuar të dielën për të pasuruar repertorin dhe për ta perfeksionuar repertorin. Kjo është një gjë shumë e mirë, kështu që faleminderit, të përshëndes.